Kalojmë tani tek miti i dytë. Miti i dytë është hapur shumë në rrjetet sociale, kur thuhet shpesh hidhet, edhe pse një doktor i gastroenterologjisë të Bashkuara të Amerikës shumë i njohur e ka hedhur poshtë. Është një mit që thuhet kafeja me stomak bosh e dëmton stomakun dhe shkakton ulçera. Prandaj nuk duhet pirë kur me stomak bosh. Për shkak të aciditetit që ka. Po kështu e kemi ditur të gjithë. Por për shembull, ky doktor, ky po dhe disa tjerë ka hedhur në aspekti shkencor aq qartë dhe aq poshtë, sa përsëri edhe pse të tjerët të dëgjojnë, vazhdojnë në disa mite pa argumente shkencore. E para, çfarë është ky mit? Ulçerat nuk shkaktohen nga kafeja, nuk shkaktohen nga qepa, nuk shkaktohen nga hudhra, nuk shkaktohen nga speci. Në qoftë se njerëzit nuk e dinë nga shkaktohet, këta nutricionistë, dietolog, këta që dalin, duhet kuptojnë nga se shkaktohet ulçera. Nuk ka asnjë studim, asnjë që të thotë që hudhra, qepa, kafeja shkaktojnë ulçer. Helikobakteri është kryesori në shkaktimin e ulçerave të stomakut, në dëmtimin e mukozave të stomakut. Përdorimi i aspirinës, i ibuprofenit, niveli i stresit kronik që është i lartë, kequshqyrja, pra ngrënia e konsumimit të tepërt ose kequshqyrja në lëndët ushqyese, nuk është as faktor kafeja, as ndonjë shkak. Tani, pse ne e themi që është kafeja një gjë e tillë? Shikoni, marrim thjesht studimet. Çfarë thon studimet? Studimet thonë që stomaku është ndërtuar nga acidi. Pra baza kryesore e stomakut është acidi për tretjen. Dhe ai ndryshon sipas disa niveleve. Mukozat e stomakut janë të mbrojtura me një stres mukusi, dhe me biokarbonat. Dhe përballoj aciditetin e kafes po ne kemi perime ose kemi fruta me aciditet më të lartë se të kafes dhe tu pioni përballon. Nga ana e dytë, stomaku prodhon disa herë më shumë acid të fortë se sa kafeja. Atëherë, si ka mundësi që stomaku nuk dëmtohet nga acidi vetë që prodhon, natyral, dhe si mundet të shkatrohet nga acidi i kafes që është i pallogaritshëm, që nuk hyn as 0.8% sipas atyre studimeve që kanë bërë deri tani. Nuk i shkakton ulçerat, po ndoshta i përkeqëson ata që kanë ulçer në stomak dhe pinë kafe? Është tjetër histori, patjetër që e dëmton në këtë formë. Po, e dëmton. Kjo është e vërtetë, e dëmton. Studimet për shembull në 2017 në një studim të gazetës medicinës ndërkombëtare, u pa që nuk lidhe kafja e pirë esën në mëngjes me ulçerën e gastritit në një testim 5 vjeçar tek pacientët që u marr. Gazeta amerikane Gastroenterologjisë, nga gazetat më të mëdha në botë, thotë që deri tani nga studimet që kanë mbledh, nga aspektet e prova dhe nga gastroenterologjia nuk kanë asnjë provë që mund shkaktohet tek njerëzit e shëndetshëm kjo. Tani, çfarë ndodh? Në ana tjetër, kafe ne e dim që bën shumë për Alzheimerin, për diabetin, për sëmundjet e zemrës, madje pirja e saj në mëngjes mund të jetë ndoshta mund edhe ta përforcojë efektin. Problemi që thuhet është problemi i kortizolit që thon të parë njerëzit. Po, sepse në mëngjes kortizoli është i lartë, plus që futim edhe kafen. Në mëngjes është natyrisht, duhet jetë patjetër duhet jetë i lartë kortizoli. Në qoftë se nuk do kishim këtë kortizol të lartë, ne nuk do mbijetonim në historinë njerëzore. Njerëzit duhet të kuptojnë fiziologjinë e ndërtimit të trupit. Kortizoli është baza. Po sa e rrit kafeja? E di sa e rrit kafeja? Sa një mendim negativ 2 minutësh. Ne kemi mendime në një person i lumtur ka afërsisht më shumë se sa 60 dhe në 80 mendime negative gjatë një dite, që shkojnë në mendje, që janë të barazvlefshme me 60 kafe. Pra, nuk është dëmtimi kryesor i rritjes kortizolit kafeja. E rrit, po jo ai shumë. Nga ana tjetër je përqendrim dhe fokus kafeja ku ne e pim në mëngjes. Altin, stresi shkakton ulçer në stomak? Po, stresi kronik po e thash. Po. Janë të para që godasin stomakun dhe zorën tonë, janë të para. Madje edhe kanceri i stomakut nga arsyet kryesore, përveç helikobakterit është stresi permanent ose kronik. Tani të zëm aspektin përveç shkencor, të zëm çka ka ndodhur në historinë tonë. Gjyshrit tanë kanë pirë kafe që kur janë çuar. Esot, shpesh vetëm me një goduj. Nuk kanë njohur as ulçer, as hipertension, as depresion. Me gotuj dhe me tek e raki. Edhe tek e raki, çfarë si ka? Po e kanë fjalën për kafen. Atëre, problemi është që ne, kabila ata kanë pasur jetë shumë aktive, kanë pasur jetë gjatësi shumë të madhe. Nga ana tjetër, ne duhet të themi këtë, nuk është faji i kafes, por është faji i problemeve shëndetësore. Nuk ka diçka universale. Pra duhet të themi, nëse dikush, për një pjesë të njerëzve nuk është i sigurt. Për shembull, unë kam probleme me specin, me qepën, me hudhrën, po kjo nuk do të thotë me që unë kam probleme, ato janë të dëmshme dhe nuk do të konsumuar. Tu duhet gjetur problemi ku e keni dhe duhet kuroni problemin, jo të hiqni produktin, sepse këto janë produkte shumë të mira.
Pra, ne jemi unikal si njerëz. Nuk jemi... Dikujt që i bën mirë speci djegës, me të njëjtën problem shëndetësor, dikujt tjetër nuk i bën mirë. Dëmi nuk është universal, dëmi është personal, mund të themi. Dhe në këtë rast, ndjeshmëria është personale. Dikujt i bën dëm, nuk do ta konsumoj kafen, dikujt i bën mirë, do ta konsumojmë. Po s'duhet të bie me thik, sepse nëse dikush ka refluks ose gastrit, është mirë që mund ta pi pas vaktit. Nuk po themi gjë, por nuk mund të heqim një mit të themi që nuk duhet konsumuar se shkakton ulçera, jo se e dëmton, pra e shtyn në tutje. E para duhet kuptojmë, në këtë rast, kush e dëmton? Alkooli, duhani, stresi, qetësuesët, helikobakteri, ushqimje të tjera. Kafeja në këtë rast është thjesht një viktim e një miti që po përhapet dhe njerëzit kanë frikë që të konsumojnë kafe. Kjo ishte miti i dytë. Këto ishin 2 mitet e kësaj të mërkure.